Seanca e sotme plenare në Kuvend ka nisur me tone të larta dhe debate. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, që në fillim të seancës kërkoi llogari për shtyrjen e raportimeve të institucioneve të pavarura për Kuvendin e ri. Më pas, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi futjen në rend të ditës të zgjedhjes së avokatit të popullit që është kundërshtuar nga kryetari i grupit socialist Niko Peleshi dhe Tauland Balla, që theksoi se ka një procedurë që duhet të ndiqet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në fjalën e tij vazhdoi me akuzën ndaj Partisë Socialiste dhe kryeministrit Edi Rama, që e quajti Ramaduro i Evropës. Gjithashtu Berisha ironizoi dhe deputetin socialist Petro Koçi, me të cilin edhe debatoi, pasi i tha se kartelet e nxorën nga parlamenti, se Koçi nuk do të jetë pjesë e Kuvendit të ri. Berisha përmendi po me ironi edhe dy deputetet e reja të Partisë Socialiste, Sara Mile dhe Zegjinet Çaushi, duke i cilësuar si produkt i farsës më të shëmtuar elektorale në historinë e Shqipërisë. Ju nuk festuat dot. Fitoren kallp me fars, sepse këtë verë në Bruksel, në Strasburg dhe të gjitha forumet ndërkombëtare u damkosët si një grup i shkrirë në një me kartelet e drogës